U rikthyem sërish në studio. Sot në studion e ritmit të ditës kemi Diana Sherifi Aliaj, inxhiniere softwarike dhe nën, fituese e çmimit të ndërkombëtar Women in Tech Community Award 2025. Ajo është krijuese e aplikacionit Mama's Feelings Tracker, një platformë digjitale që jep shëndetit mendor të nënave dhe ofron mbështetje praktike për mirëqenien emocionale. Diana, është kënaqësi që të kem sot në studio. Faleminderit Rehane për ftesën, për kënaqësi dhe privilegj të mund të shprehem për diçka që kam ndërtuar me shumë pasion. Atëherë në fillim ju përgëzoj për çmimin e marrë pikërisht në një çmim ndërkombëtar, mund të themi lirshëm, si u ndjeve kur mësove se ju ishi fituese mes mbi 1600 kandidateve? Faleminderit, ishte një ndjenjë e jashtëzakonshme, të jesh pjesë e një komuniteti të grave në teknologji është diçka shumë e madhe. Dhe të fitosh vendin e parë global dhe atë lokal, ishte një krenari që ndjeva në vete për diçka që kam krijuar për një komunitet të tërë. Mund të na thoni se ky çmim lidhet drejt për drejt me aplikacionin që ke krijuar dhe si lindi ideja për Mama's Feelings Tracker dhe pse pikërisht mendove se ne kemi nevojë të kemi një aplikacion që ka të bëjë pikërisht me shëndetin mendor të nënave? Ideja lindi nga nevoja reale që pash rreth vetes. Shumë nëna pritet të jenë të forta pas lindjes, flitet shumë shpesh për kujdesin ndaj fëmijëve, kujdesin ndaj grave shtatzën, por shumë rrallë herë flitet për gjendjen emocionale të një nëne. Dhe kjo hapësirë na mungonte dhe e mendova që të krijoj diçka që nënat të ndihen të mbështetura, të vlerësuara dhe jo të gjykuara. Pikërisht, Diana ti je nën vet. A do të thotë që ke pasur një moment personal që të shtiu për të bërë një aplikacion të tillë? Po, patjetër. Edhe unë, si shumë nëna të tjera, e përjetova mësinë me të gjithë ngjyrat e saj. Gëzime, lumturi, lodhje, mingarkesë, mërzi dhe të gjitha këto emocione negative, të themi, i mbaja në vete. I mbaja të fshehura nga frika mos gjykohem, nga frika se të jem një efort të mbaj veten dhe mendova se shumë nëna të tjera njësoj si unë ndjehen edhe ato. Mendon që kanë nevojë edhe ato nëna tjera për një aplikacion të tillë? Besoj të gjitha. Se shpeshherë kemi atë në thojza e them, gjithë jemi bërë nëna. Mos u egzagerohat shumë, domethënë do kalon edhe kjo pjesë. I kemi në disa fjalë, mund të themi që një nën të re ju a thomi një herë pas lindjes, që mendoj ato nënat kanë nevojë më shumë për përkrahje sesa për një fjalë të tillë. Pikërisht. Të gjitha nënat ka nevojë për mbështetje, jo vetëm për ndihmë për fëmijën, po sidomos ndihmë për gjendjen emocionale. Dhe gjykimet zakonisht vijnë nga vetë ne gratë. Dhe besoj se ne duhet të mbështesim njëra tjetrën shumë dhe të mos gjykojmë, por ta pranojmë se si ndihet një nënë në të vërtetë. Diana, ju keni bashkëpunuar për aplikacionin me psikolog amerikan. Nuk është e bazuar ky aplikacion vetëm nga përvoja juaj personale, por në fakt keni bërë që kjo të kishte edhe bazë profesionale. Sa është e rëndësishme kjo për ty? Kjo është thelbësore. Bashkëpunimi me psikolog profesional ishte diçka që unë doja t'ja jap aplikacionit që të jetë më e besueshme nga përdoruesit dhe më e saktë. Doja të kishte një bazë shkencore. Dhe kam marrë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe nga psikologët, duke më uruar dhe përgëzuar për programin dhe duke më mbështetur në çdo hap. Sa kohë të është dashur në përgatitjen e programit e këtij aplikacionit? Rreth një vit. Rreth një vit. Kishe përkrahje, ke kërkuar ndihmë për ndërtimin e këtij aplikacionit? Jo. Ajo, gjithçka është bërë nga vetë. Gjithçka e kam bërë vetë, nga e para. Nga hiçi. Si filloi një herë në fillim? Se je menduar ndonjëherë që nuk do e bësh një gjë? E ke lënë në gjysëm? Jo, gjithmonë kam ditur se do krijoj diçka vetë. Por më ka munguar ideja. Gjithmonë kam dashur të bëj diçka që do shërbeje njerëzve dhe së pari lindi ideja, si thash, nga vetë përvoja personale, ishte ideja, pastaj planifikimi, strukturimi, bashkëpunimi me psikologët, implementimi teknik, dizajni, lëshimi nëpër platformat në Google Play Store dhe App Store, si dhe deri në pjesët ligjore për të hapur një kompani të tillë. Shumë nëna ndihen të lodhura, të mbingarkuara, mund të themi dhe shpesh edhe të paragjikuar.
Sa e zakonshme është kjo gjendje dhe pse flitet kaq pak për të? Kjo gjendje është e pranishme të çdo nën. Flitet pak për shkak se shoqëria ende e romantizon sakrificën e një nëne. Një nën pritet të jetë shumë e fortë, e lumtur, mos të ankohet. Dhe shumë nëna e mbajnë ndjenja që ato i kanë nën vete. Nuk i shprehin. Nuk i shprehin dhe akumulimi këtyre ndjenjave pak nga pak vjen deri në një pikë ku më nuk mban. Dhe aty më pastaj vjen edhe depresioni. Dhe depresioni është shumë i vështirë për të shëruar, merr shumë kohë, është e kushtueshme dhe është e papërballueshme për shumë nëna. Çfarë duhet të kem parasysh zakonisht njerëzit për rreth një nëne të re? Çfarë ka konkretisht në këtë aplikacion? Na sqaro cilët janë në çfarë përmban aplikacioni konkretisht? Po, aplikacioni në radhë të parë, sapo kyqesh në aplikacion, e ke një listë me emocione që ti mund të regjistrosh. Pastaj, për çdo emocion që ti regjistron, aplikacioni të jep mbrapsht një sugjerim aktiviteti, çfarë të bësh në bazë të këtij emocioni që ti ndjen. Pastaj kemi edhe ushtrime mendore për qetësim mendore, si ushtrime të frymarrjes, ditar, ushtrime medituese edhe ushtrime për relaksim të muskujve. Pjesa tjetër, kemi artikuj nga psikologët që kanë kontribuar voluntarisht për aplikacionin dhe pjesa më kryesore dhe që është më e madhe, më e pranishme në aplikacion janë analizat grafikore. Analizat grafikore kemi disa lloje, si për shembull sa shpesh ti e ke regjistruar një ndjenjë, në çfarë kohë të ditës, sa herë gjatë javës, dhe ti në bazë të kësaj e sheh se sa herë e ndjen një ndjenjë gjatë javës. Çfarë e bën trigger atë ndjenjën dhe si mund ta shmangësh. Dhe kjo grafika çfarë tregon konkretisht? Çfarë ka më shumë? Për çfarë si ndihen nënat në këto sipas grafikës? Jo, tani keni marrë disa shënime, keni ndonjë statistikë? Ato fillojnë të njohin veten e tyre më shumë. Se çfarë ndjejnë, se sa shpesh ndjejnë atë emocion dhe si mund ta anashkalojnë. Për ata që nuk e njohin aplikacionin, ju sadopak tregua se si funksionon Mama's Feeling Tracker gjatë një dite të zakonshme. Çfarë duhet të kem parasysh të gjitha nënat në këtë aplikacion? Të jenë të lirshme, të shprehin atë çka ndjen, sepse aty janë vetëm me veten e tyre. Nuk gjykohen, kuptohen më shumë dhe kanë mbështetje shumë të madhe. Domethënë kanë mbështetje maksimale nga ky aplikacion, ju e cekët edhe më herët që ky aplikacion është ndërtuar edhe ku keni bërë gjithçka në mënyrë profesionale edhe me psikolog, jo duke u bazuar vetëm nga përvoja juaj personale. Aplikacioni yt nuk është vetëm aplikacioni vetëm në këtë botë që flet për prindërimin apo të themi për mirëqenien emocionale. Çfarë dallon këtë aplikacion mund të themi nga platformat e tjera? Po, si që më herët, kemi shumë aplikacione që merren me kujdesin e fëmijëve, kujdesin mendor të njerëzve në përgjithësi, por nuk ka një aplikacion që merret vetëm me shëndet mendor të prindërve, të nënave në përgjithësi. Dhe ky aplikacion është si një shok që ti je vetëm për veten tënde dhe vetëm për ty kujdeset. Nuk ka faktor të tjerë ansor, nuk përfshihen fëmijët apo shoqëria, je vetëm ti dhe vetëm ti aty. E ke një mbështetje dhe të duket vetja se je e vlerësuar. Je e vlerësuar. Si nën. Çfarë reagimesh ke marrë deri tani nga nënat që kanë përdorur aplikacionin? Kam pasur shumë reagime të mira, shumë të bukura. Shumë nëna më kanë thënë që për herë të parë ato ndjehen të vlerësuara dhe të mbështetura. Disa nëna të tjera më kanë thënë që e shohin se nuk janë të vetme në këtë rrugtim. Nuk janë vetëm ato që i përjetojnë këto emocione. Diana, ne e kemi aplikacioni yt ofron ushtrime për qetësi mendore dhe sugjerime të bazuara në shkencë. Sa shpejt mund të ndjejë një rënje efektet e para pas përdorimit të tij? Efektet mund të vrehen që nga përdorimi i parë. Vetëm që e ti regjistron një emocion, ndjen një çlirim të madh. Pastaj sugjerimet që jep aplikacioni mbrapsht janë shumë sugjerime edukative dhe të thjeshta, praktike. Më pas ushtrimet mendore janë ushtrimet për frymarrje, vetëm për 5 minuta të shlirohet trupi, koka e gjithçka. Në gjithçka, domethënë ndjehet ajo në momentin e parë. 5 minutën e parë.
Duke qenë se bëhet fjalë për emocione dhe përvojë, mund të themi shumë personale, si e garanton aplikacioni ytë privatësinë e njënëne? Privatësia është prioritet. Personale. Privatësia është prioritet në aplikacionin tim. Çdo të dhënë është e siguruar maksimalisht. Përdoruesi ka kyçe vetëm në të dhënat e veta personale, nuk shpërndahen me palë të drejta informacionet, gjithçka është private. Private është, domethënë nënat mund të jenë të sigurta në këtë aplikacion. A mendon se teknologjia po bën gjithnjë më shumë aleate e shëndetit mendor, sidomos për gratë dhe nënat? Po, nëse përdoret me qëllim të mirë, po. Teknologjia, sidomos për nënat, që kanë kohën shumë të limituar, është shumë mbështetëse, pra në këtë me aplikacionin tim, domethënë ti e ke qasjen në minutë. Nuk duhet të humbësh kohë të shkosh në psikolog, të kërkosh ndihmë nga jashtë, e ke në dorë. Në dorë, domethënë aty për aty. Ke qasjet të përmenjëhershme. Ti e ke ndërtuar aplikacionin vetë nga ana teknike. Sa sfiduese ka qenë të jesh njëkohësisht nën edhe inxhiniere softverike? Shumë sfiduese, por shumë e bukur. Unë siç thash dhe më parë, e kam bërë nga e para, nga hiqi aplikacionin vetë. Kam punuar në orët e vona të natës, pas gjumit të vajzës, pra nga ora 8 në mbrëmje deri në orët e vona 2-3 në mëngjesit. Ka qenë e lodhshme, por shumë domethënëse, sepse kem krijuar diçka vetë dhe për një komunitet të tërë. Për një komunitet të tërë. Si grua në teknologji, çfarë mesazhi do i jepje vajzave që ndrojnë të them të hinë në këtë fushë, por hezitojnë sidomos nënave që edhe ju jeni vetë nënë dhe ju e theksuat që keni ndëjtër deri në orët e vona për të bërë një aplikacion të tillë, apo për gjithë ato nëna që duan të ndërtojnë një karrierë të suksesshme, por stepen duke menduar edhe kohën që karriera mund t'ja merr nga përkujdesja për fëmijët. Për vajzat dhe gratë e reja, them që teknologjia, fusha e IT-s nuk një gjini, një vetëm pasion, punë dhe përkushtim. Me rëndësi është të kesh vullnet për të mësuar dhe për të punuar. Për nënat që duan të ndërtojnë karrierë, por stepen, unë them se nuk ka një rrugë të vetme të saktë. Nëse një nën dëshiron të bëjë edhe karrierën edhe të kujdeset për fëmijën e vet, është shumë në rregull. Nëse një nën vendos të fokusohet vetëm te fëmia, gjithashtu është njëjtë në rregull. Me rëndësi është një nën të ketë lirinë të zgjedhë çfarë është më mira për të dhe për fëmijën e saj. Diana, cilat janë planët e tua? Çfarë mund të presim në të ardhmen? Planet në të ardhmen janë të avancoj aplikacionin, dua të shtoj më shumë ushqime mendore, të bashkëpunoj me psikologët e tjerë për të pasur më shumë programe edukative, si dhe trajnime. Dhe gjithashtu dua në aplikacion të ndërtoj një komunitet të nënave, ku ato mund të tregojnë, të ndajnë historitë e tyre, që sa më shumë nëna të shohin se nuk janë të vetme në gjithë këtë rrugtim. Si është pranuar ky aplikacion kur keni biseduar me psikologët amerikanë atje? Çfarë të kanë thënë ata konkretisht? Po, unë kam bërë kërkime me muaj të tërë për të gjetur psikolog adekuat, të cilat janë të specializuar pikërisht për periudhën e paslinjës së nënave, dhe kam marrë shumë mesazhe të mira, më kanë përgëzuar dhe më kanë mbështetur në çdo hap. Siç edhe thash, ata kanë kontribuar vullnetarisht pas një interes dhe kanë shkruar artikuj për aplikacionin. Keni pasur kërkesa nga nënat të themi për diçka për të shtuar në aplikacionit? Ju e thatë edhe më herët që doni ta avanconi aplikacionin në të ardhmen. Kanë kërkuar më shumë ushtrime mendore. Ushtrime mendore dhe ata e kam në plan të parë, dhe pastaj siç e thash duhet ta bëj edhe komunitetin e nënave brenda aplikacionit. Në aplikacionet, si i pritur, mund të them atje në Amerikë, pikërisht për këtë aplikacion, ke qenë vetmja shqiptare në atë garë që është mbajtur atje? Jo, nuk besoj se kam qenë vetëm shqiptare, janë dy vajza tjera që vetëse i njoh nga emri, por ka pasur 1650 kandidat dhe të fitoj vendin e parë në mes të gjithë atyre ka qenë një privilegj shumë i madh. Një privilegj shumë i madh, kështu që një vajzë nga Maqedonia, mund të them një nënë, një bashorte, një grua të merr një çmim aq domethënë kjo është shumë një gjë e mrekullueshme nga ana jote. Çfarë mund të presim nga Diana në të ardhmen? Nga unë mund të presim shumë gjëra të bukura. Përveç aplikacionit për nënat, mund të presim edhe aplikacione tjera? Patjetër. Patjetër. Çfarë ke ndërmend diçka të bësh? Do të fokusohesh prapë te nënat apo do anosh pak edhe nga ana e baballarëve? Një herë për një herë jam
fokusi është tek nënat. Tek nënat. Duhet jap shumë zë shëndetit mendor të nënave, sepse shumë pak flitet dhe shumë nëna kanë nevojë të madhe për këtë. Për këtë pikërisht dhe duhet të kenë, gjithsesi duhet ta cekim këtu në studio që duhet ta kenë edhe për krahjen e bashortit, sidomos pas lindjes të nënave. E dim që je nën dhe ti duhet të miresh me fëmijën, po duhet ta kem parasysh të gjithë se jo vetëm nëna është prindi i atij fëmijës, por edhe babai. Patjetër, duhet ta kem parasysh. Bashortit është primare, por edhe gjithë mëshetja anësore. Ka dhënë ndonjë ide bashorti në këtë pjesën e aplikacionit? Jo, nuk të ka gjithçka kam bërë vetëm. Gjithçka vete ke bë. Dhe në fund më ka përkrahur pamas. Pamas, domethënë, është kujdesur për vajzën, domethënë, edhe ajo ndoshta sadopak për të marrë me aplikacionin. Dhe në fund çfarë mesazhi do t'ju dërgojeve nënave që po na ndjekin në këto momente dhe ndihen të lodhura apo të vetmuara? Ju them që nuk jeni vetëm, lodhja nuk është dështim. Është një shenjë që ti je një nënë e mirë. Dhe dua të përfundoj me një thënie që kanë dëgjuar shumë shpesh, një nën e lumtur dhe shëndosh, rrit një fëmijë të lumtur dhe shëndosh. Prandaj duhet të kujdesesh për veten, sepse nuk është luks, por është një domosdoshmëri. Patjetër. Diana, mua nuk më ngelet gjë tjetër, përveç edhe një herë të uroj për çmimin që keni marrur pikërisht në Amerikë dhe na ke bërë krenare gjithë neve këtu në Maqedoni, kështu që të uroj suksese të më tutjeshme në të ardhmen, për çfarë do projekti, për çfarë do aplikacioni, ne do jemi këtu për ty. Faleminderit shumë dhe një herë për ftesën dhe për hapësirën që unë të shprehem për diçka që dua shumë. Kështu që ishte kënaqësi për mua që ishe ti këtu dhe sapo ke ardhur nga Amerika dhe ju kemi marrë pikërisht në studio. Të faleminderit. Faleminderit shumë.